Pse të moshuarit zgjohen të djersitur në mëngjes dhe çfarë paralajmëron kjo për shëndetin? Të zgjohesh në mes të natës dhe të shohësh që jashtë kur çarçafët dhe rrobat janë bërë qull në djers, nuk është një shenjë paralajmëruese e një sëmundje të vetme, por e disa problemeve shëndetësore. Ne nuk po flasim për rastet kur temperatura e dhomës është shumë e lartë, ose kur ju jeni mbuluar trash, pasi është normale që ju do të djersiteni, por kur ambienti i dhomës është më se normal dhe ju zgjoheni qull në djers. Sipas Healthline, do të rendisim në këtë video shkaqet kryesore pse mund të ndodhë kjo dhe çfarë paralajmëron saktësisht për shëndetin dhe imunitetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse zgjoheni vazhdimisht të djersitur gjatë natës, shkaku kryesor mund të jetë edhe menopauza. Gjatë kësaj periudhe kalimtare, femrat përjetojnë afshe të nxehta dhe shpesh ndodh që gjatë natës gjumi t'u dalë edhe këto të fundit të ndihen edhe më të djersitura. Teprimi me alkoolin është gjithashtu një arsye pse dikush mund të zgjohet i djersitur. Nxjerrja e alkoolit jashtë organizmit bën që trupi juaj të mbulohet me bulza të djersës, pasi toksinat janë liruar nga trupi. Djersitja gjatë natës gjithashtu mund të paralajmërojë për sëmundje kardiovaskulare. Pas të 50-ave njerëzit janë më tepër të rrezikuar të preken nga sëmundjet kardiovaskulare. Edhe nëse nuk vuani ose nuk kruheni për këto probleme, atëherë mund të keni edhe probleme të cilat ndërlidhen me shëndetin tuaj dhe konsultat me një kardiolog janë më se të nevojshme. Djersitja gjatë natës është një shenjë paralajmëruese e sëmundjeve në zemër sipas disa shenjave të mundshme. Hipoglicemia mund të jetë një tjetër arsye pse mund të zgjoheni të djersitur. Nëse ju vuani nga niveli i ulët i sheqerit, mund të ndodhë që të zgjoheni natën të djersitur. Kjo kërkon një vëmendje të shtuar nga mjeku i cili mund të bëjë edhe diagnozën e saktë. Hipoglicemia duhet të mbahet nën kontroll dhe nuk duhet të neglizhohet kjo shenjë. Trupi juaj është duke luftuar me ndonjë infeksion. Në qoftë se trupi juaj është duke luftuar kundër një sër sëmundjes ose infeksionesh, kjo gjendje mund të shkaktojë djersë të tepërta gjatë natës. Kjo mund të vazhdojë për ditë ose edhe javë dhe më pas simptomat e tjera mund të jenë zhdukur. Vuani nga tiroidet. Djersitja e natës është një simptom e zakonshme për ata që vuajnë nga hiperaktiviteti i tiroideve. Disa medikamente të caktuara mund të shkaktojnë djersitje. Djersitja natën mund të jetë efekt anësor i shumë barnave. Ilaçet kundër depresionit dhe ato të diabetit janë në krye të kësaj liste. Sistemi juaj imunitar mund të mos jetë duke funksionuar si duhet. Çrregullimet autoimune janë në gjendje kur sistemi imunitar gabimisht identifikon diçka normale si një rrezik për shëndetin. Kjo sëmundje mund të shkaktohet me djersë të tepërta gjatë natës. Prandaj një konsult me mjekun tuaj përkatës është gjëja më e mirë që mund të bëni për shëndetin tuaj. Djersitja është një proces natyral i trupit tonë i cili luan një rol të madh në ftohjen e tij, por edhe në eliminimin e toksinave nga trupi. Mirëpo djersitja e tepërt ndonjëherë është vërtet mjaft e pakëndshme, ndonjëherë mund të jetë simptome sëmundjeve që duhet të konsultoheni me mjekun. Kur është normale të djersiteni shumë dhe kur është simptome ndonjë problemi shëndetësor. Në këto raste, djersitja mund të jetë normale. Sasia e djersës e cila konsiderohet normale është mjaft e ndryshme dhe varet nga individët dhe mënyra e tij e jetesës. Trupi prodhon më shumë djersë kur jashtë është nxehtë, kur jeni nervoz, keni temperaturë ose jeni fizikisht aktiv. Djersitja ndonjëherë ndodh kur ham ushqime pikante. Prandaj nëse ushtroni ose bëni punë fizike dhe e bëni atë në temperatura më të larta, mund të prisni që djersitja të jetë më e madhe. Por çfarë është një djersitje e tepërt? Kur djersitja është më tepër se sa e nevojshme për trupin, atëherë mund të prodhojë rreth 3% të problemit më të madh të shëndetit. Meqense njerëzit kanë nevojë të ndryshme për eliminimin e djersës, është gjithashtu e vështirë të gjykohet kur djersitja është vërtet e tepërt. Në këtë mendje, ekspertët citojnë disa nga shenjat që mund të tregojnë se jeni duke djersitur më shumë se sa duhet. Djersitja ndodh edhe kur nuk jeni aktiv edhe nuk jeni të nxehtë.
Sasia e djersës rritet papritur për arsye të pashpjegueshme. Ju djersiteni shumë më tepër se sa të tjerët që janë paq aktiv në të njëjtët kushte. Ju vëreni një sasi të madhe të djersitjes vetëm në pjesë të caktuara të trupit. Nëse ndodh shpesh që të djersiteni pa arsye, konsultohuni me mjekun tuaj përkatës, pasi neglizhenca mund të ndikojë gjithashtu edhe në probleme të mëdha të shëndetit. Djersitja mund të ndodhë për shumë arsye dhe një nga më të zakonshmet lidhet me temperaturat e larta. Megjithatë, djersitja mund të ndodhë edhe për shkaqe të problemeve të ndryshme të shëndetit. Nëse jeni të shqetësuar, dijeni se do të djersiteni më shumë. Ndjenja e lartë e ankthit ose e stresit bën që trupi juaj të reagojë duke bërë që gjëndrat e djersës të punojnë akoma më shpejt. Një mënyrë për të qetësuar reagimet është duke praktikuar edhe frymëmarrje më të thella. Kjo praktikë mund të sinjalizojë një reagim pothuajse të menjëhershëm të relaksimit që ndihmon gjithashtu edhe në largimin e mendimeve, stabilizimin gjithashtu të rrahjeve të zemrës dhe ndalimin e tepërt të djersitjes. Mënyra të tilla natyrale do të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe gjithashtu do të mbajnë larg komplikacionet. Jeni duke kaluar edhe në probleme të menopauzës. Ndryshimet hormonale që mund të kenë edhe ndryshime në temperaturën e trupit mund të vinë edhe për shkak të menopauzës. Këto mund të ndryshojnë me stilin e jetesës, veshjen dhe shtresat që lejojnë qarkullimin e ajrit. Ngrënia e ushqimeve pikante gjithashtu mund të nxjisë djersitjen. Kapsaicin, një përbërës që gjendet te specat e kuqdjegës, mund të rrisë përkohësisht temperaturën e trupit, duke u bërë që të djersisni më shumë. Mënyra e vetme për të mos u djersitur në këto raste është të mos konsumoni ushqime të tepërta pikante. Mund të keni një tiroide tepër aktive. Ndjenja e pashpjegueshme e ngrohtësisë ose djersës dhe një rrahje e zemrës së shpejtë ose e parregullt, nervozizëm, probleme me gjumin, dridhje të duarve, ndryshime tumori dhe lëvizje të shpeshta të zorëve tregojnë se mund të keni hipertiroidizëm. Kjo ndodh kur gjëndra tiroide prodhon më shumë hormone tiroide se sa i nevojiten trupit. Në këtë rast, këshillohet të kryeni një vizitë tek mjeku përkatës. Mund të keni hiperhidrozë. Djersitja e tepërt që nuk lidhet me vapën, stërvitjen ose ndonjë shkak tjetër është shenjë e hiperhidrozës. Sipas ekspertëve, njerëzit me hiperhidrozë priren të djersiten më shumë nga pëllëmbët, këmbët, sqetullat dhe nga koka. Ndonjëherë, djersitja e madhe mund të shkaktojë infeksione të shpeshta të lëkurës. Aplikimi një antidjerse para gjumit dhe shmangja e shkaktarëve mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të djersitjes. Keni filluar një mjekim të ri. Disa medikamente të përdorur për të trajtuar depresionin, sëmundjen e Parkinsonit dhe dhimbjet kronike mund të shkaktojnë djersitje të tepërta. Në disa raste, trupi juaj mund t'i duhet pak kohë për t'u përshtatur ose ju mund të këshilloheni me mjekun tuaj. Problemet dhe infeksionet të rënda mund të shkaktojnë gjithashtu djersitje. Në raste të rralla, infeksionet bakteriale mund të shkaktojnë një sër reaksionesh të kapërcimit për jetën, si ritmi i shpejtë i zemrës, gulqimi, konfuzioni, dhimbjet e ekstremiteteve, ethe dhe djersitje. Kjo ndodh zakonisht nga infeksionet të mushkërive, stomakut, veshkave dhe fshikëzës, por mund të zhvillohet edhe nga diçka e thjeshtë sa një prerje e infektuar. Në këto raste, kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor për të evituar gjithashtu edhe komplikacione të ndryshme të shëndetit. Gjithashtu, është e rëndësishme që të mos neglizhoni shenjat që trupi juaj është duke shfaqur me djersitjen. Gjithashtu, hiperhidroza sekondare mund të jetë një arsye pse djersiteni. Ajo mund të shkaktohet duke përfshirë konsumin e tepërt të alkoolit, çrregullime të ankthit, gjithashtu disa infeksione të ndryshme, diabeti dhe probleme me tiroiden, sëmundje të zemrës dhe të mushkërive, infeksionet, çrregullime neurologjike të tilla si sëmundja e Parkinsonit dhe problemet të obezitetit. Edhe përdorimi i disa antibiotikëve dhe teprimi me sheqerin gjithashtu mund të shkaktojë djersitje më të mëdha të trupit tuaj, citojnë ekspertët e Healthy Line. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.